Një të shtunë, Jezui po ecte përmes një fushe me grur. Dishepujt e tij ishin të uritur dhe filluan të këpusnin kallin gruri e të hanin. Po kur farisejt e pan këtë gjë, i thanë Jezuit: "Ja, dishepujt e tu po bëjnë atë që nuk është e lejueshme të bëhet të shtunër." Jezui u tha: "A nuk e keni lexuar se ç'bëri Davidi kur e mori Uria atë dhe ata që ishin me të, se si hyri në shtëpinë e Perëndisë dhe hëngri bukët e kushtimit, që nuk lejohej t'i hante as ai e as ata që ishin me të, por vetëm priftërinjt? Ose nuk e keni lexuar në ligjin e Mojsiut se si priftërinjt ditën e shtunë thyen ligjin e së shtunës në tempull dhe janë të pafajshëm? Por unë po ju them se këtu është dikush më i madh se tempulli. Dhe po ta kishit ditur se çfarë do të thotë dëshiroj mëshirën edhe jo flijimin, nuk do të kishit dënuar të pafajshmin. Biri i njeriut është Zoti së shtunës." Jezui u largua që andej edhe hyri në sinagogën e tyre. Aty gjendej një njeri që e kishte dorën të tharë. Atëherë, që të mund ta padisnin, ata e pyetën: "A është e lejueshme të shërosh të shtunave?" Por Jezui u tha: "Kush nga ju, po t'i binte në grop një dele ditën e shtunë, nuk do ta kapte e ta nxirrte? Sa herë më shumë vlen një njeri se një dele? Prandaj është e lejueshme të bësh mirë të shtunën." Pastaj i tha atij njeriu: "Shtrije dorën." Ai e shtriu dhe ajo u shërua tërësisht si tjetra. Por farisejt dolën për jashta dhe u këshilluan me njëri tjetrin që ta vrisnin. Kur e mori vesh këtë gjë, Jezui u largua që andej. Turma të mëdha e ndoqën pas, e ai i shëroi të gjithë të sëmurët dhe i urdhëroi rreptësisht që të mos u tregonin të tjerëve për të. Kjo ndodhi që të përmbushej çfarë ishte thënë përmes profetit Isaia: "Ja, shërbëtori që unë kam zgjedhur, i dashuri im, me të cilin shpirti im është i kënaqur, tek ai do ta vë shpirtin tim, dhe ai do t'u shpall drejtësinë paganëve. Nuk do të ankohet, as do të bërtas, as kush do ta dëgjojë në rrugë zërin e tij. Nuk do ta thyej kallamin e shkelur, dhe as do ta shuaj flakzën që nxjerr tym, derisa të ngadhnjejë e drejta. E në emrin e tij do të shpresojnë paganët." Pastaj sollën një shurdh me mec të verbër që ishte i pushtuar nga djalli. Jezui e shëroi dhe ai filloi të fliste e të shikonte. Të gjithë njerëzit u mahnitën e thanë: "A mos është ky biri i Davidit?" Po kur e dëgjuan këtë gjë, farisejt thanë: "Ky i dëbon djajt vetëm me fuqinë e Belzebulit, kryetarit të djajve." Jezui, që i njihte mendimet e tyre, u tha: "Çdo mbretëri e përçarë shkretohet, dhe asnjë qytet as shtëpi që është e përçarë nuk mund të qëndrojë në këmbë. Nëse Satani dëbon Satanin, do të thotë se është i përçarë. E si mund të qëndrojë atëherë mbretëria e tij? Nëse unë i dëboj djajt me fuqinë e Belzebulit, me ndihmën e kujt i dëbojnë bijt tuaj? Prandaj këta do të jenë gjykatësit tuaj. Por nëse unë i dëboj djajt me fuqinë e shpirtit të Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë ka ardhur te ju. Si mund të hyjë dikush në shtëpinë e një njeriu të fortë e ta plaçkit, pa e lidhur më parë të fortin? Vetëm atëherë mund t'ja plaçkit shtëpinë. Kush nuk është me mua, është kundër meje. Kush nuk mbledh me mua, shpërndan. Prandaj po ju them se njerëzve do t'u falet çdo mëkat e fyerje ndaj Perëndisë, por nuk do t'u falet fyerja ndaj Shpirtit të Shenjtë. Kushdo që thot një fjalë kundër birit të njeriut, do të falet, por ai që flet kundër Shpirtit të Shenjtë, nuk do të falet as në këtë jetë e as në jetën që vjen."
të jetë pema e mirë, do të merrni fryte të mira. Po të jetë pema e kalbur, do të merrni fryte të këqija, sepse pema njihet nga frytet që jep. Pjell në përkash, e si mund të flisni mirë nëse jeni të këqij? Çka zemra nxjerr goja. Njeriu i mirë nxjerr të mira nga thesari i tij i mirë, dhe njeriu i keq nxjerr të këqija nga thesari i tij i keq. Unë po ju them se në ditën e gjykimit njerëzit do të përgjigjen për çdo fjalë të kotë që do të thonë, sepse nga fjalët tuaja do të bëheni të drejtë dhe nga fjalët tuaja do të dënoheni. Pastaj disa skribë dhe farisej i thanë: Mësues, duam të shohim një mrekulli prej teje. Por ai u përgjigj: Kjo brezni e ligë dhe e pa fe kërkon mrekulli, por asaj nuk do t'i jepet asnjë mrekulli përveç mrekullisë së profetit Jona. Ashtu si Jonai ndenjë 3 ditë e 3 net në barkun e peshkut të madh, kështu do të rrijë edhe Biri i Njeriut 3 ditë e 3 net në zemër të tokës. Banorët e Ninives do të ngjallen ditën e gjykimit bashkë me këtë brezni e do ta dënojnë atë, sepse ata u penduan pas predikimit të Jonait. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Jonai. Mbretëresha e Jugut do të ngjallet ditën e gjykimit bashkë me këtë brezni dhe do ta dënojë atë, sepse ajo erdhi nga fundi i dheut për të dëgjuar urtinë e Solomonit. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Solomoni. Kur del nga njeriu shpirti i ndyr, endet në përvende pa ujë, duke kërkuar preje, por nuk gjen. Atëherë thot: do të kthehem te shtëpia ime prej nga dola. Kur vjen, e gjen shtëpinë të zbrazët, të pastruar e të zbukuruar. Pastaj shkon e sjell me vete 7 shpirtra të tjerë më të këqinj se vetja, dhe hyjnë e banojnë aty. Kështu, gjendja e fundit e atij njeriu bëhet më e keqe se e mëparshmja. Kështu do t'i ndodhë edhe kësaj breznie të ligë. Ndërsa Jezui po u fliste ende turmave, përjashta prisnin nëna dhe vëllezërit e tij, që kërkonin të flisnin me të. Dikush i tha: nëna jote dhe vëllezërit e tu janë përjashta dhe duan të flasin me ty. Por Jezui ju përgjigj: kush është nëna ime? Edhe kush janë vëllezërit e mi? Pastaj shtriu dorën drejt dishepujve e tha: ja nëna ime dhe vëllezërit e mi. Kushdo që bën vullnetin e Atit tim që është në qiej, është vëllai im, motra ime dhe nëna ime.